Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Rabër të Allahut, dijeni Allah i mëshiroft që nga qelësat e arritjes dhe nga qelësat e shpëtimit është ndjekja dhe ngjajsimi me profetin sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtet, Allah na bëri mëshirë të madhe kur e dërgoi atë dërguar dhe e bëri model jornek për të ndjekur. Thot Allah i lartësuar: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira." Prenez une chaise s'il vous plaît. Préparez une chaise pour le frère, inchallah. Allah i lartësuar thot, me të vërtet keni një jornek, një model të mirë, dhe modelin më të mirë në dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për atë nga ju i cili shpreson takimin me Allahun dhe frigohet ndaj ditës gjykimit dhe përmend shumë Allah. Do të thot ai i cili e merr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për model dhe jornek dhe mundohet me ndjek dhe me pasu, ai person përgatitjen më të mirë që mundet me bon për ditën kur e takon Allahut, ata Allahun është kjo. Dhe përgatitjen më të mirë që mundet me bon për ditën e gjykimit është kjo. Dhe po ashtu ai me atë përpjekje që bën për të ngjajsuar dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, vazhdimisht qëndron në përmendjen e Allahut subhanahu wa taala dhe në përkujtimin e tij. Rabër të Allahut, Allah i lartësuar na mëson që ai i cili e ndjek dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, kjo është dëshmi se ai e don Allahun dhe ka kushtzuar Allah pretendimin të dashurisë ndaj tij me ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allah i lartësuar në një ajet të cilët muslimanët e parë e kanë quajtur ajeti i sfidës. Ajeti i sfidës me cilin Allah po na sfidon tani. Neve po pretendojmë që e dojmë Allahun, tash Allah po na sfidon me këtë ajet. Që çdo njeri prej neve me mot dhe me pa se sa realisht e don Allahun subhanahu wa taala. Ai ajet muslimanët e parë thojnë, disa njerëz pretenduan që e donin Allahun, Allah i sfidoi duke u shpallur këtë ajet. Ajeti është: "Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Thuaju atyre o Muhammed, në qoftë se ju e doni Allahun, më ndjekni atëherë mua. Më ndjekni mua. Dhe në qoftë se më ndjekni mua, Allah do t'ju doj juve. Dhe do t'ju afal juve gjunat. Dhe Allah, dijeni se Allah është fals dhe shumë i mëshirshëm. Fals dhe shumë i mëshirshëm. Kjo ajet Allah na sfidon. Atëherë në qoftë se ti don me ditë se realisht sa po e don Allahun subhanahu wa taala, atëherë shikoj sa ndjek ti dërguarin e tij. Dhe ndjekja e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam bëhet në çdo aspekt, në radhë parë në aspektin e bindjeve. Mi pas bindjet konforme sipas bindjes tij. Dhe pastaj në ibadet, në çdo adhurim, me shiku se sa është ibadeti yt në përputhshmëri me ibadetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me formën e atij ibadeti, që është lidhsu. Dhe e treta, në vlerat morale, në sjellje dhe fjalë. Shikoj sjellje dhe fjalë tuaja, a janë ato konforme në përputhshmëri me moralin, me etikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu në dukuri, ndjekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në dukuri, edhe ashtu na është kërkuar që të mundohemi të ngjajsojmë edhe në aspektin e dukurisë fizike pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo kur njeriu i përmbledh këto dhe ngjajson dërguarit Allah dhe bën përpjekje për të ngjajsuar, atëherë kjo është dëshmi që e don Allahun. Mirë po njëkohësisht kjo është dëshmi që e don dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai i cili e don dërguarin e Allahut dhe ka dëshirë që Allah ta ringjall fizikisht afër tij dhe të jetë me të në ditën e gjykimit dhe në xhenet afër tij, atëherë le të afrohet me dërguarin e Allahut në këtë dunjë duke ju ofruar sjellje, fjalëve, ibadetit, bindjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam këtë dunjë, duke ngjajsu, duke bërë përpjekje për të ngjajsuar dërguarit Allahut sallallahu alajhi wasallam. Thotë Anas ibn Malik, Allahu qoftë i kënaqur me të,
Hyri një beduin në xhami dhe pyeti pejgamberin sa sem kurse ai ishte duke folur, ligjëro, duke ligjëru. Pejgamberi sa sem nuk ju përgjigj. Ai pyetja i bëri direkt, i tha kur është kiameti o i dërguari i Allahut. Pejgamberi sa sem nuk ju përgjigj dhe ai ul. Dhe pastaj kur mbaroi fjalimin pejgamberi sa sem tha, ku është pyetsi që pyette për kiametin. U zgjua njeriu prap dhe thot unë jam këtu. Ja ku jam o i dërguari i Allahut. Kur është kiameti? Pejgamberi sa sem i tha, po çka ke përgatitur ti për kiametin? Ti që po pyet për kiametin, çfarë ke përgatitur? Thot nuk kam përgatitur vepra vullnetare të shumta, namaz apo zeqat tepër. Po, sadak, vepra vullnetare s'kam përgatitur. Mirë po e kam përgatitur dashurinë ndaj Allahut dhe dërguarit. Pejgamberi sa selam ju përgjigj tha, dije se njeriu do të ringjallët në ata që i deshti. Mirë po dashuria nuk është vetëm pretendim. Ashtu thot poeti, min al hubbi anna man yuhibbu liman yuhibbu muti'u. Nga dashuria është që ai që dashuron është ndjekës i atij që e dashuron. Ai që dashuron është ndjekës i atij që e don, që e dashuron. Anas ibn Maliku thot nuk na ka gëzu nga hadithet e pejgamberit sa sem një hadith sikur se na ka gëzu ky hadith. Thot sepse neve nuk i kem veprat e Ebu Bekrit, e Omerit, Osmanit, e Aliut. Mirë po, neve shpresojmë që Allah do të na ringjall me ta për dashurinë që na e kem për ta. Që të na ringjall Allah me ta për dashurinë sinqert që e kem për ta, për ata persona të mirë. Allah azza wa jall na ringjall me ta ya rabbel alamin. Shtuara për ta Allahut, ngjajsimi dhe ndjekja e dërguarit të Allahut dhe të sahabëve të tij është adhurimi mirëfillt që e përmison, çon njeriu drejt përmisimit. Dhe në të kundërtën, në qoftë se njeriu nuk bën përpjekje për të ngjajsuar pejgamberit sa sem dhe sahabëve të tij, frigohemi që Allah subhanahu wa taala zbret në dëshkim të shpejt mbi ton zemrën e tij në këtë dunjë para ahiretit, dhe ai dëshkim është dëshira për të ngjajsuar njerëzve të këqij. Ata që të jenë të këqij në bindje apo në vepra apo në sjellje. Nëse zemra jote nuk ndjen dëshirë për ta ndjekur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe nuk bën përpjekje për ta ndjekur, ka mundësi që Allah azza wa jall dënon këtë botë dhe në zemrën tonë ngjallet dëshira dhe dashuria dhe pëlqimi i mohuesve apo i gjunaçarëve pervers, njerëzve imoral. Dhe që ti të pëlqejnë ata në sjelljen e tyre, në dukurinë e tyre, dhe që të bëjsh përpjekje për t'u ngjajsuar aty. Allahu na ruaj ya rabbel alamin. Dhe kush i ngjajson një populli është prej tyre, thot i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, men tashabbaha biqaum fa huwa minhum. Ai i cili ngjajson një populli është prej tyre. Nëse ti ngjajson mohuesve, ti do të thotë ju ngjajson mohuesve. Ka mundësi që të ngjall Allah me ta. Nëse ti ju ngjajson në sjellje njerëzve gjunaçar, njerëzve që janë të ligë në veje vlera morale dhe në sjellje, ti je prej tyre vëllai dashur. Allah na ruaj. Atëherë përmiso gjendjen tënde dhe nuk ka përmisim pos në përpjekjen që njeriu bën për ta ndjekur pejgamberin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam.